Burgu i Spaçit, studentët e Universitetit Histori Filologji dhe Instituti për Demokraci, Media dhe Kultura, IDMC, organizojnë me ato të cilët morën pjesë në konkursin Kujtesë në tema historike diktatoriale dhe drejtat e njerëzit, aktivitetin Burgu i Spaçit. Student, pedagog, kryebashkiaku i Mirditës, Albert Mlyshi, bashkujtuam edhe diktatura do një kujtesë. Do është me vrasë spionat e burgut. Ngritja e flamurit pa yll ka qenë elementi përbashkues në mendime të burgosëve që me qenë se ngrit flamuri na nuk do ta kthejmë revoltën prapë në karakter ordiner me vrarja një tjetrin këto, na do të qëndrojmë kësaj dhe kështu nuk pati dame fizike nga të burgosëve Bashkon të gjithë. Bashkon të gjithë. Ashtu, bashkon të gjithë. Edhe kjo është ajo dita e parë. Dhe unë e kam citua atje, nuk e dja i keni lexuar. Vendi i ndodhur në fshatin Spaç, ku kanë vuajtur intelektual në dënime politike, i ftuari në udhëtimin ton, ku autobus rrugtuan tregimin dhe hapësirat, revoltën dyditore të ngritjes së flamurit jo komunist, tregimit të botës së rezistencës së popullit shqiptar, mbijetesës në dhunë, presion, dhe ai ishte, e them, fezollari. Fondi i monumenteve botërore, organizat në Britani, Indi, Peru, Portugali dhe Spanjë, e cila sponsorizon programin e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në mbar botën, në veprat më të çmuara në botë, që janë 600 projekte në 90 vende, përfshin edhe Burgun e Spaçit ndër 50 më të rëndësishmit. Plani për kthimin e tij në një muzeum, por deri tani asnjë lëvizje për këtë. Organizuar 27 krevate. Krevat këtu, këtu ishte këtu. Okej. Edhe sa shkojnë kështu banjës. Po banjo ku ishte? Banjo ishte. Banjë poshtë. Poshtë. Jashtë. Okej. Ato që janë rëzuar. Po për të largu lashin. Da atje të kërën. Ishte lavatriqe atje. Lavatriqe s'kishte atje, po banjë. Veç. Dohe ju i keni 8 vjetë këtu. Thua edhe një herë të lutem? 8 vjetë në këtë dhomë?